Ishte një ndeshje që duhet ta kalojmë. Tash gjithë e dimë se jemi në spritin final të kampionatit dhe çdo ndeshje morim shumë seriozisht. Përkundër faktit që shohin se shënuam 6 gola, kjo do të thotë që ishim shumë serioz dhe më vjen keq për klubin e Shupit sepse vi nga Shupi, aty kam lindur dhe inshallah ta kalojnë sa më shpejt këtë krizë dhe të kthehen sa më shpejt aty ku e kanë vendin sepse klubi i Shkupit është me një histori shumë të madhe. Por kjo është futboll, çka do bëj. Gjithsesi, si për ironi të fatit, 2 golat e parë sot e hape rezultatin dhe shënove të dytin, nuk di nëse ndonjëherë në jetë ke shënuar 2 gola në një ndeshje, ishte pikërisht me Liçi. Po, është një ndjenjë shumë e veçantë, jam i lumtur për golat, por mbi gjitha 3 pikë. 6-0, shkojmë në ndeshjen 3-0 me Robotničkin, në gola në 2 ndeshje pa gol të pranuar, e përmenda startin final. Është ky mesazhi që Shkëndija do të jetë sa më e karikuar deri në fund të sezonit kur kërkon titullin kampion? Unë mendoj tashmë 9 gola në 2 ndeshje me të vërtetë është një, si të them, jemi në një situatë të mirë dhe tash i gjithë fokusi është të prejmë kundër Tikveshit. Tash i gjithë fokusi është që të kemi një rikuperim sa më të mirë dhe të përgatitemi sa më të mirë ndaj lojës me Tikveshin. Nëse duhet të zgjedhësh, goli i parë pëlqeu më shumë që shënove me kokë, shtyllë dhe gol apo i dyti me këmbë? Do e kisha preferuar të parë. Po. Faleminderit.